një kek të shijshëm. Për të përgatitur kekun na duhen këto produkte. Na duhet pak kos, disa vezë, vaj, ot, miell, kakao dhe enët ku do të hedhim kekun e përgatitur. Na duhet dhe sheqeri. Si fillim do hedhim vezën. Tani sheqerin. Tani do t'i përziej. Tani do hedhim kosin. Tani pak vaj. Tani mielin. Tani do të hedhim kakaon. Tani dhe pak sot. Tani do të hedhim vajt e tava që keku mos të pritet. Tani do të hedhim kekun në tavë. Tani do ta vendosim në furrë. Rezultatin do ta shihni nesër në klasë.